Kanali i Panamas është nga projektet më të mëdha dhe më ambicioze inxhinierike në historinë e Amerikave. Ai u projektua për të shkurtuar ndjeshëm rrugët detare midis brigjeve lindore dhe perëndimore të Amerikave, si dhe midis kontinenteve të tjera, duke eliminuar nevojën që anijet të kalojnë rreth Amerikës së Jugut përmes kepit të rrezikshëm Horn në skajin jugor të kontinentit. Kjo mrekulli inxhinierike lidh Oqeanin Atlantik me Oqeanin Paqësor përmes një kanali artificial dhe një sistemi të avancuar portash, eklusash, që ngre anijet deri në 26 metra mbi nivelin e detit. Çdo anije që kalon përmes këtij sistemi kërkon rreth 200 milion litra ujë, duke ngritur shqetësime për shtérimin e burimeve ujore. Megjithatë, kanali menaxhon në mënyrë efikase anije gjigante që peshojnë mbi 160.000 ton. Çdo vit, rreth 14.000 anije përshkojnë kanalin prej 82 kilometrash duke transportuar njerëz dhe miliona ton mallra. Megjithatë, kjo nuk ka qenë gjithmonë kështu. Për shekuj me radhë, udhëtimi rreth Amerikës së Jugut kërkonte kohë të gjatë, kosto të larta dhe rrezik për jetën njerëzore. Në vitin 1914, kanali i Panamas u inaugurua si një nga projektet inxhinierike më të kushtueshme dhe më ambicioze të realizuara ndonjëherë në Amerikë. Që atëherë, më shumë se 1 milion anije kanë kaluar përmes tij. Për më shumë se 500 vjet, njerëzimi ndërronte një lidhje të drejtë për drejtë midis Oqeanit Atlantik dhe atij paqësor. Realizimi i kësaj lidhje solli një avantazh të jashtëzakonshëm, duke eliminuar një udhëtim prej rreth 20.000 kilometrash që mund të zgjashte deri në 2 javë. Fal kanalit të Panamas, anije të mëdha mund ta përfundojnë këtë kalim në vetëm 8 orë, duke bërë atë deri në 40 herë më të shpejt se sa rruga rreth kepit Horn. Ky korridor transkontinental gjeneron të ardhura të konsiderueshme për qeverinë panameze, të vlerësuara në mbi $2 miliard në vit nga tarifat e kalimit. Anijet më të mëdha mund të paguajnë më shumë se $500.000 për një kalim të vetëm. Megjithëse ka më shumë se 110 vite që është ndërtuar, kanali i Panamas mbetet thelbësor për tregtinë globale. Ai funksionon përmes një sistemi eklusash, dhoma të mbyllura me porta që veprojnë si ashensor uji. Këto eklusa i ngrenë anijet në nivelin e liçenit Gatun, i cili ndodhet mbi nivelin e detit dhe më pas i ulin përsëri në anën tjetër. Për të kuptuar rëndësinë e kanalit, mjafton të imagjinohet një anije e madhe kontenierësh që udhëton nga Oqeani Atlantik drejt paqësorit. Pa këtë kanal, kontinenti amerikan do të përbënte një pengesë të madhe, ndërsa kalimi përmes kanalit zgjat nga 8 deri në 10 orë, udhëtimi rreth Amerikës së Jugut mund të zgjasë deri në 15 ditë, duke krijuar një diferencë prej afro 2 javësh dhe një konsum shumë më të madh karburanti. Pavarësisht kursimeve në kohë dhe kosto, kjo rrugë e krijuar nga njeriu paraqet sfida të konsiderueshme. Ndërsa anijet afrohen drejt qytetit të Panamas në anën e paqësorit, ato duhet të kalojnë përmes një serie kanalesh të ngushta dhe komplekse, dhe eklusash që kërkojnë saktësi ekstreme. Gjerësia e kanalit bie në kontrast të fortë me madhësinë masive të anijeve, veçanërisht të anijeve Panamax dhe Neo Panamax, të cilat janë projektuar posaçërisht për të përmbushur dimensionet maksimale të lejuara për kalimin në këtë kanal. Për të siguruar një kalim të sigurt, kërkohet ekspertizë e specializuar. Kanali i Panamas zbaton një rregull unik në botën e navigimit. Është i vetmi vend ku kapiteni i një anije është i detyruar me ligj të dorëzojë përkohësisht kontrollin e saj. Komanda kalon te pilotët e kanalit, profesionistë shumë të trajnuar, që zotrojnë njohuri të thella mbi eklusat, kanalet të ngushta, rrymat dhe procedurat operative. Këta pilot janë përgjegjës për drejtimin e anijeve gjatë gjithë kalimit, duke siguruar që çdo manovër të kryhet me saktësi të lartë. Çdo gabim mund të shkaktojë vonesa, përplasje ose dëmtime strukturore.
Kjo kërkesë pasqyron kompleksitetin e navigimit në kanal dhe rëndësinë e ruajtjes së sigurisë dhe efikasitetit në një nga rrugët tregtare më strategjike në botë. Në një ditë tipike, deri në 40 anije kalojnë në të dy drejtimet, duke transportuar rreth 600.000 ton mallra. Megjithatë, në vitet 2023 dhe 2024, kanali u përball me kufizime trafiku për shkak të mungesës së ujit, duke ulur përkohësisht numrin e kalimeve ditore në 24 deri në 32 anije. Kur hyjnë nga ana e Atlantikut, anijet duhet të kalojnë përmes eklusave të gatunit, të cilat i ngrenë ato me 26 metra dhe i çojnë në liçenin Gatun. Ky liçen artificial, një nga më të mëdhenj në botë, u mundëson anijeve të lundrojnë qetësisht për 33 kilometra, përpara se të arrijnë një tjetër sistem eklusash që i ul përsëri në nivelin e detit në anën e paqësorit. Ndërtimi i kanalit të Panamas mbetet një nga arritjet më të jashtëzakonshme inxhinierike të kohës së tij dhe vazhdon të jetë një simbol i aftësive njerëzore. Ideja daton prej shekujsh, por përpjekjet për ndërtimin filluan vetëm në fund të shekullit të 19. Në vitin 1881, francezët ndërmorën përpjekjen e parë për ndërtimin e kanalit në drejtimin e inxhinierit Ferdinand de Lesseps, i cili më parë kishte drejtuar ndërtimin e kanalit të Suezit. Megjithatë, për shkak të kushteve të vështira mjedisore, rrëshqitjeve të shpeshta të dheut dhe sëmundjeve tropikale si malaria dhe ethet e verdha, projekti dështohej përfundimisht, duke shkaktuar vdekjen e më shumë se 20.000 punëtorëve. Në vitin 1904, Shtetet e Bashkuara morën kontrollin e projektit dhe prezantuan një qasje të ndryshme nga plani fillestar. Në vend që të gërmonin të gjithë rrugën deri në nivelin e detit, inxhinierët vendosin të heqin vetëm pjesët më të larta të tokës dhe të përmbytin pjesën tjetër. Kjo strategji kërkoi një përpjekje të jashtëzakonshme dhe u shoqërua me sfida të mëdha, përfshirë shpërthime sëmundjesh dhe rrëshqitje dheu, duke shkaktuar vdekjen rreth 5.000 punëtorëve të tjerë. Shtetet e Bashkuara përfunduan ndërtimin e kanalit në vitin 1914 dhe administruan atë deri në vitin 1999, kur kontrolli ju transferua qeverisë së Panamas, e cila vazhdon ta menaxhojë edhe sot. Kanali funksionon përmes një sistemi të koordinuar me kujdes. Rreth një orë pasi hyn nga ana e Atlantikut, një anije përshkon afërsisht 11 kilometra, përpara se të afrohet te pengesa e parë e madhe, diga e Gatunit. Pas një kilometri tjetër, ajo arrin te eksklusat e Gatunit, një sistem i përbërë nga 3 dhoma të ndërlidhura, që i ngren anijet nga niveli i detit në liçenin Gatun, i cili ndodhet 26 metra mbi nivelin e detit. Marzhi i gabimit është jashtëzakonisht i vogël. Anijet Panamax, të cilat mund të tejkalojnë 300 metra në gjatësi, janë pothuajse poashtë të gjata sa vetë dhomat e eklusave, të cilat arrin rreth 320 metra. Manovrimi i këtyre anijeve gjigande bëhet edhe më i vështirë për shkak të peshës së madhe të ngarkesës, që shpesh përbëhet nga mijëra ton. Çdo dëmtim i anijes mund ta bëjë atë të papërdorshme, ndërsa dëmtimi i eklusave do të detyronte mbylljen e kanalit për riparime, duke ndikuar drejt për drejt në tregtinë globale. Pilotët duhet i drejtojnë këto anije nga ura e komandës, e cila ndodhet më shumë se 220 metra larg nga pjesa e përparme anijes, shpesh me shikueshmëri të kufizuar. Zakonisht duhen rreth 30 minuta për të pozicionuar një anije në hyrje të eklusave. Rimorkjatorët ndihmojnë në vendosjen e saj në pozicionin e duhur, ndërsa punonjës të specializuar lidhin kablo çeliku në pjesën e përparme dhe të pasme të anijes. Këto kablo janë të lidhura me lokomotiva të fuqishme, të njohura si mules, të cilat lëvizin mbi shina në të dy anët e kanalit. Çdo lokomotiv peshon rreth 50 ton dhe është në gjendje të kontrollojë anije që peshojnë deri në 100 herë më shumë. Duke tërhequr anijen në mënyrë të barabartë nga të dy anët,
Këto lokomotiva e mbajnë ato të qëndrueshme dhe e lëvizin ngadalë drejt pozicionit të saktë brenda çdo dhome. I gjithë procesi kërkon saktësi ekstreme. Gjerësia e anijes është shpesh vetëm pak më e vogël se gjerësia e dhomës së eklusës, duke lënë më pak se 1 metër hapësirë në secilën anë. Edhe një gabim i vogël mund të shkaktojë përplasje me muret, duke sjellë dëmtime të rënda dhe potencialisht duke ndërprerë funksionimin e kanalit. Lokomotivat rregullojnë vazhdimisht tensionin e kablove për të ruajtur pozicionin perfekt, duke siguruar një lëvizje të qetë dhe të sinkronizuar. Pasi anija sigurohet në pozicionin e duhur, portat e eklusës mbyllen pas saj. Këto porta masive me trajërsi mbi 2 metra janë projektuar për të përballuar presionin e madh të ujit. Më pas, punojnë si të hapin valvulat që lejojnë hyrjen e ujit të ëmbël nga liçeni gatun në dhomë përmes kanaleve të vendosura në fund. Forca e gravitetit bën që uji të rrjedhë dhe të ngrejë gradualisht anijen në nivelin e dhomës tjetër. Ruajtja e një rrjedhe të kontrolluar dhe të qëndrueshme është thelbësore për të shmangur turbulencat, të cilat mund të destabilizojnë anijen ose të këpusin kablot, duke krijuar pasoja të rrezikshme. Në rreth 8 minuta, afërsisht 80 milion litra ujë hyjnë në dhomë, duke ngritur anijen me rreth 8 metra. Ky proces përsëritet në çdo dhomë, derisa anija arrin nivelin e liçenit gatun, 26 metra mbi nivelin e detit. Pasi arrin në nivelin më të lartë, kablot lirohen dhe anija vazhdon lundrimin në liçenin gatun. Ky liçen artificial me një sipërfaqe prej rreth 425 km2 është krijuar nga bllokimi i lumit Chagers. Ai shërben për disa funksione. Mundëson lundrimin në kanal, furnizon eklusat me ujë, siguron ujë të pishëm për popullsinë dhe mbështet prodhimin e energjisë hidroelektrike në rajon. Pas rreth 5 orësh lundrimi brenda kanalit, anija arrin në pjesën e fundit të liçenit gatun. Me rreth 30 kilometra të mbetura deri në oqeanin paqësor, ai hyn në segmentin më të ngushtë dhe më sfidues të rrugës, të njohur si prerja e Culebra. Ky segment përfaqëson një nga arritjet më të mëdha inxhinierike të gjithë projektit. Ndërtimi i tij kërkoi një forcë punëtore të madhe dhe përdorimin e sasive të jashtëzakonshme të eksplozive për të zhvendosur miliona tonë shkëmbinj dhe për të hapur një kanal përmes një vargmali. Vlerësohet se në këtë fazë janë përdorur më shumë eksploziv se sa gjatë luftës së parë botërore. Rezultati ishte një kanal prej 13 kilometrash që lejoi rrjedhjen e ujit nga liçeni gatun, duke përfunduar lidhjen midis Oqeanit Atlantik dhe atij paqësor. Pas kalimit të prerjes së Culebra, anija duhet ende të kalojë përmes eklusave të Pedro Miguel dhe Miraflores. Këto eklusa përfundimtare e ulin anijen përsëri në nivelin e detit, duke mundësuar asaj të përshkojë 5 kilometrat e fundit të kanalit drejt Oqeanit Paqësor. Funksionimi i këtyre eklusave është i njëjtë me sistemin e gatunit, por në drejtim të kundërt. Ndërsa anija hyn në çdo dhomë dhe drejtohet nga lokomotivat, uji lirohet gradualisht përmes një kombinimi graviteti, valvulash dhe portash. Ky proces i kontrolluar e ul anijen me 26 metra derisa ajo arrin përsëri nivelin e detit, duke përfunduar kalimin në një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë. Nëse ju pëlqeu kjo video, sigurohuni të abononi në kanal dhe të aktivizoni njoftimet për të mos humbur përmbajtjet e ardhshme.